kanë kalu shumë vite, këtu nuk harrohen se 2 ditë pa unis knene marë, sot këtu mu më rro ka e farë, asë po me i harru nuk i harrojmë, me i përkujtojmë gjithmonë. Dhimbjen e torturat që i përjetoi 26 vjet më parë, aso kohë si 37 vjeçar, Rahim Aliu nga Rezalla e Skenderajt i ka ende të freskëta. Më fani se... Mes lotësh, a i kujton momentin se si a i qëndronte në mesin e të burgosurve të tjerë që ishin mbledhur nga forcat serbe në fushën e burgut të Dubravës. Sipas tij, aty filluan edhe të shtënat e pamëshirshme, nga kullat e rojës e që synim kishin t'i vrisnin të gjithë. Shumica aty në mikonën të bunë këtë fushën këtu, na kanë gjujt. Disa kemi pështunën, kemi vrapunën tjera tonë, po shumica aty në që janë në këta jam në këtu, kretjen metën, dëvranë për kësoj karaullës të. Kjo konë famkeqja për neve të, që kemi përjetunën. Kure kemi vrejtu nëse që jemi të bu shumë, ja kanë njës gjujtet, kanë gjujtën për asoj karaullës atje, në kanë gjujtën ka. Edhe kanë gjujtën për qësoj pjesë, jashtë murën e kanë gjujtën. E 26 vjet pas, Aliu thot se në çdo përvjetor dhimbja e kujtimet bëhen më të rënda, kur takohet me familjarët e të vrarve në këtë masakër. Ymrin na pështum, po shumë na kanë shkunën, edhe mas ronin vjen se na që kemi përjetunën edhe pështum apet nashtë, po mas ronin vjen kur t'ju vinë fëmija, familje kur t'ju vinë që atine ka me moshli këtu mu më vjeran shumë. I mbjetuar i masakrës së Dubravës është edhe Ylber Topalli, i cili kujton se për 5 ditë më radhë nuk ishin as ushqim e as trajtim mjekësor. Për 5 ditë këtu nuk ka pas as ushqim, as kur gjë që kanë mujt janë organizuar të burgosurit. Dhe për më keq, edhe kur janë transferuar prej këtij burgi në burgje tjera, prap ka vazhduar njëjta torturë, njëjta dhunë, pa trajtim shëndetësor, pa trajtim mjekësor, pa ushqim. Ishte burgosur familjar të mbjetuar të masakrës së Dubravës, e zyrtar shtetëror, këtë të enjte e morën pjesë në takimin përkujtimor të masakrës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti bëri thirrje që Prokuroria Speciale e Kosovës të fillojë zhvillimin e hetimeve për këtë masakër dhe inicimin e proceseve gjyqësore për të. Bëj thirrje përsëri është që Prokuroria Speciale e Kosovës të fillojë zhvillimin e hetimeve për këtë masakër dhe inicimin e proceseve gjyqësore për të. Dhe nuk ka vend më të përshtatshëm për ta bërë këtë thirrje se sa pikrisht vendi ku ne jemi të fortë e gjallë. Të paktën 109 të burgosur shqiptar u vranë nga forcat serbe në masakrën e Dubravës, që nisi para 26 vjetësh e përfundoi me 24 maj. Prokuroria Speciale ka njoftuar se gjykimi të akuzuarit Gavrilo Milosavljević, që akuzohet edhe për keqtrajtim e edhe për pjesëmarrje në masakrën e Dubravës, është drejt fundit. Ndërsa Arbnora Luta, zëdhënëse e PSRK-s, ka thënë se hetimi është aktiv edhe për mbi 80 të pandehur të dyshuar për përfshirje në këtë masakër.